Nëse ndoni shëndet të mirë të zemrës, ja çfarë duhet të bëni çdo mëngjes. Sigurisht ne të gjithë kemi një rutinën tonë që e ndjekim gjatë përditshmërisë, por nëse doni të nisni ditën me një akt që ndikon direkt në shëndetjen e zemrës për ta kthyer më pas në një ritual të mëngjeseve tuaja, atëherë këshilla vjen nga kardiologu. Ju mund të habiteni me këtë zakon super të thjeshtë që mundet ta bëni çdo ditë dhe që ka një ndikim të madh në shëndetjen e zemrës. Pirja e 2 gotave të mëdha me ujë çdo mëngjes është shërbimi më i mirë që mund t'i bëni zemrës, këtij organi jetik kaq të rëndësishëm për të gjithë ne. Kjo ndihmon për të filluar ditën me hidratim dhe për të ndihmuar zgjimin e trupit dhe mendjes në përballimin e gjithë angazhimeve të ditës. Lidhja mes hidratimit dhe shëndetit të zemrës nuk flitet shpesh, por duket se është shumë e rëndësishme. Uji është thelbësor për menaxhimin e elektroliteve që ndihmojnë në ruajtjen e funksionit të qëndrueshëm të zemrës dhe të ritmit kardiak.